Deklarat për mediat, sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të masave të jashtëzakonshme mund zhvillohen mbledhje online të komisioneve. Mbledhjet e komisioneve janë shumë herë më të rëndësishme se sa seancat plenare nëse parlamenti funksionon në një shtet demokratik. Gjatë gjithë këtyre 8 viteve, ne kemi parë një parlament që është noter i akteve korruptive të qeverisë. Prandaj dhe vendimarrja për të mbyllur gojën opozitës, për t'u fshehur opinionit publik me seancave qesharake online të komisioneve, ka pikërisht synimin e vetëm për të ikur përgjegjësisë mbi debatin, diskutimin, mbi gjitha aktet korruptive që qeveria sjell në parlament. Pa diskutim që kjo është e papranueshme për opozitën. Ju keni raportuar sot, ne jemi mbledhur 140 deputet në sallën e seancave plenare. Përpara 2 ditësh në sallë, një lloj si ato të komisionit parlamentare, është mbledhur Këshilli i Ministrave. Qeveria është mbledhur fizikisht në mbledhje. Atëherë pse do duhet komisionet parlamentare të mos mblidhen sipas kushteve të përcaktuara nga Kuvendi i Shqipërisë, fizikisht dhe jo në mbledhje qesharake online. Për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, unë kam konsultuar të 3 kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës. Gjatë ditës sotme ose brenda ditës nesërme ne do zhvillojmë një mbledhje të përbashkët të 3 grupeve parlamentare. Vendimi është i papranueshëm, është mungesë e plot transparence dhe ka si qëllim t'i fshihet syve të opinionit publik e përsëris mbi akte korruptive të qeverisë, për ta trajtuar ashtu siç kanë bërë në këto 8 vite, parlamentin si noter të këtyre akteve korruptive. Zoti Bardhi, do të bashkëpunoni me mazhorancën sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe reformës territoriale. Dje ka pasur një ftesë nga ana e zotit Gjiknuri për opozitën. Së pari do duhet përqendrohemi te kjo ngjarje e rëndë që ka ndodhur sot në konferencën e kryetarëve. Opozitës po tentohet të mbyllet goja në shkeljet rregullorës dhe të kushtetutës. E në këtë prizëm, unë nuk besoj që ky është një parlament që funksionon dhe ku secili prej nesh mund të kryejë reforma që i shërbejnë qytetarëve dhe interesit të qytetarëve. Në një parlament ku në shkelje flagrante të rregullores kuvendit synohet i ikej sytve të publikut, t'i shmangesh transparencës dhe t'i mbyllësh gojën opozitës, pa diskutim që nuk mund të flitet për bashkëpunim, qoftë ky edhe institucional. Faleminderit. Në djenin tuaj, sa është numri deputetëve të cilët nuk janë vaksinuar? Unë nuk kam djeni për këtë. Konferenca e kryetarëve ka marrë një vendim për t'u udhëzuar deputetët që të vaksinohen. Pa dyshim që kolegët e mi në konferencën e kryetarëve e kanë pranuar këtë sugjerim dhe këtë këshill dhe absolutisht jemi të gatshëm për t'u nështruar gjitha rregullave që mbrojnë jetën dhe shëndetin. Por masa që nuk përputhe me njëra tjetrën, arbitrare, me forcën e kartonit, është e papranueshme në një vend demokratik. Më thoni kush është dallimi mes mbledhjes së Këshillit Ministrave ku marrin pjesë 20 veta në një sallë dhe mbledhjes së 20 deputetëve në një komision parlamentar. Nuk ka asnjë dallim. Është e njëjta procedurë dhe është e njëjta, duhet funksionojë i njëjti rregull. Pra, e njëjta Ministri i Shëndetësie, Edi Ramës, i jep leje për bërë mbledhje me dyert mbyllura në të njëjta kushte, ndërsa e njëjta Ministri i Shëndetësie na thot mos u mblidhin komisionet parlamentare, mos diskutonin interes qytetarëve shqiptar, mos demaskoni dhe bëni opozitë ndaj akteve korruptive të qeverisë, sepse kështu duam ne, në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregulloren. Zoti Bardhi, ju nuk keni arritur gjë me bojkot më herët. Në rast se bojkotoni edhe një herë komisionin parlamentare, çfarë fitoni? Është hedhur si ide bojkot. Unë nuk fola për bojkot, sikundër nuk e di kush e ka hedhur si ide. Zoti Shehu e përmendi në parlament. Zoti Shehu shprehu mendimin e tij. Ajo që unë deklarova me shumë përgjegjësi është që jam konsultuar me të 3 kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës, brenda ditës sotme, maksimumi brenda ditës së nesërme, do të mblidhen të 3 grupet në një mbledhje të përbashkët për të marrë një vendim mbi këtë akt të paprecedent të kësaj shumice korruptive që kemi në sallën e parlamentit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bardhi.
Ishte kjo deklarata e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili edhe një herë publikisht shprehu shqetësimin e opozitës duke konsideruar se një drejt për drejt në ambientet e jashtme të parlamentit është kreu grupit parlamentar socialist Auland Ballën deklaratë për mediat. Unë besoj që ju do të njeni me përsëritaljen e mbledhjes së konferencës kryetarëve, ku është qartësisht shpjeguar vijshmëria e punës në komisione. Natyrshëm do të ketë komisione të cilat do të vijojnë punën online dhe po aq natyrshëm do të ketë mbledhje të rëndësishme të komisioneve, të cilat do të mund të shfrytëzojnë në dy sallat e vetme që plotësojnë, do të quajmë, kriteret e nevojshme për zhvilluar një mbledhje komisioni me distanca, brenda asaj që kemi edhe në sallën e furgonit. Dhe si e tillë, unë mendoj që opozita të gjejë arsye të tjera për të shqetësuar, por jo të arsye. Pra, bie fjala, në momentin e shqyrtimit të buxhetit shtetit nga Komisioni i Përgjegjës, sikurse është Komisioni i Ekonomisë, mbledhja do të jetë mbledhje sipas formatit tradicional. Në rast se do të ketë një seancë të rëndësishme dëgjimore, mbledhja do zhvillohet o në sallën e Shqipërisë Qytetarore apo në sallën e grupeve parlamentare. Këtë kemi vendosur në konferencën kryetarë. Por në një punë normale, sikurse zhvillohet edhe në Parlamentin Evropian, sikurse zhvillohet edhe në Asamblen e Francës apo në Bundestagun Gjerman, të njëjtën gjë po bën dhe Kuvendi i Shqipërisë. Për atë që unë jam shumë krenar që ram dakord me propozimin tim në konferencën kryetarëve është vaksinimi i detyrueshëm i të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. E kam propozuar këtë në konferencën kryetarëve. Kam gjetur dakordsinë edhe të përfaqësuesit. Afati, duhet të keni parasysh që afati 2 dozave është përcaktim që e bëjnë ekspertët, por nëse ju e dini, varet nga lloji i vaksinës, me sa di unë për shembull në rastin e Pfizerit, duhen të paktën jo më pak se 2 javë, nga e para tek e dyta dhe pastaj edhe 2 javë të tjera derisa ajo quhet e kryer për t'u pajisur me Green Pass. Dhe ky është një mesazh shumë i mirë që Kuvendi i Shqipërisë jep sot, jep gjithë qytetarëve, dhe unë do të t'i bëj thirrje çdo qytetari shqiptar që të vaksinohet, është e vetmja mënyrë që të ulim incidencën e pandemisë, por ajo që është më e rëndësishme është i drejtohemi studentëve në kushtet që i afrohemi çdo ditë më shumë vitit të ri universitar. Çdo student apo studente duhet të vaksinohet, edhe këtë gjë duhet ta bëj pari edhe Kuvendi i Shqipërisë si një shembull konkret se ligjet apo vendimet që marrim ne respektojmë fare. Dhe të mos harrojmë, dhe mua më vjen keq, u thash kolegëve të Partisë Demokratike, unë nuk e di ku e kanë dëgjuar, që Shqipëria nuk qenë në kushtet e një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë Covid-19. Pra, vendimi i përkatës i Këshillit të Ministrave që ka shpallur këtë situatë vazhdon të jetë vijues dhe ne duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm, të mos harrojmë që kemi një numër të lartë prej rreth 850-900 rastesh në ditë. Fatkeqësisht kemi disa humbje jete, të cilat natyrshëm nëse ne do t'i respektojmë rregullat gjithë në mënyrë rigoroze do të jenë më të ulta, por kur Bashkia e Tiranës zhvillon koncerte nuk e njeh dhe nuk blen. Ju vetë keni qenë në një festë të birës këtë verë Zoti Balla ku kishte pafund grumbullime njerëzish. Ju lutem. Ajo që po ju them është që në gusht kishim një situatë dhe në shtator kemi këtë situatë. Lutem mos të fryhet tullumbaci, mos të fryhet tullumbaci kot. Pra, mbledhjet e komisioneve do të vazhdojnë edhe në mënyrë tradicionale, edhe online. Zoti Balla. Dhe për këtë kemi rënë dakord ose të themi në konferencën kryetarëve, sigurisht që Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar disa rregulla ose ka rimiratuar disa rregulla që kanë qenë miratuar edhe në legislaturën e kaluar. Pra, kemi vendosur një afat për zhvillimin e seancave, pra brenda 5 orësh maksimumi grupet parlamentare të marrin kohën e tyre të diskutimeve dhe kemi vendosur dhe si rregull mbledhjet e komisionit zhvillohen online.
Por kjo nuk do të thotë që për mbledhjet saktuara dhe kemi rënë dakord që unë dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si grupi më i madh opozitar, por aty kanë qenë dhe kryetar grupe tjera, ti diskutojmë her pas here dhe natyrisht nëse i referohemi rregullore si gjova rregullore thotë çu, rregullore thotë që kryesitë e komisioneve vendosin për mënyrën e zhvillimit. Pra konferenca e kryetarëve ka miratuar një udhëzim. Dhe kryesitë e komisioneve le të bien dakord. Kryetari i komisionit nëse është nga opozita duhet bjeri dakord natyrisht me drejtuesit e tjerë të komisionit që vinë nga majoranca. Por një gjë është e sigurt që këtu nuk ka asnjë lloj përpjekje për të vrarë parlamentarizmin, për të mos i dhënë hapësirë opozitës, edhe ju gazetarët jeni dëshmitar të faktit që mbledhjet online shpeshherë kanë qenë më transparente se sa dhe ato mbledhjet zhvilluar në mënyrë tradicionale. Prandaj unë mendoj që le të vijoj puna normalisht. Në çdo lloj rast, në cilin do rast që opozita do të kërkojë që mbledhjet e komisioneve të jenë në mënyrë tradicionale, vendimi i konferencës kryetarëve është i qartë, por mendoj që ajo që vlen më shumë sot dhe mesazhi që duhet japim sot është Kuvendi i Shqipërisë duhet të japim mesazhin e parë të kujdesit. Nuk kemi dalë nga situata e pandemisë, jemi në kushtet që kemi një numër të rritur të personave të infektuar me COVID-19 dhe prandaj ne po japim shembullin e parë. Pastaj, nëse ju i referoheni koncerteve apo festës së birrës pas sa qenë shqetësim, unë mendoj që nuk është shqetësim, është standardi dyfirës. Jo, ju kishit shqetësimin, shqetësimi ishte me kush do mbante këngën në festën e birrës. Jo, zoti Balla, është që organizojnë koncerte dhe shumë grumbullime, ndërsa për komisionet kemi problematikë. Lutem, fal. Edhe një. Së fundmi socialistët kanë kërkuar ndryshimet e kushtetutë sa i përket organeve të vetimit që s'kan bërë në gjyqësor të vitit të ardhshëm. Pse kërkoni këtë ndryshime në kushtetutë dhe shprehni një lloj mosbesimi nga Partia Socialiste për KLP dhe KLG që duhet të vazhdojë procesin e vetimit? Faleminderit për pyetjen. Ky është një diskutim që ka vijuar në Kuvendin e Shqipërisë për më shumë se një vit. Dhe ka qenë një rekomandim edhe atyre që monitorojnë zbatimin e reformës drejtësi, pra partnerëve të Shqipërisë dhe institucionet e tyre të specializuara, të cilët në mënyrë të vazhdueshme, dhe këtu i referohen edhe Euraliosit dhe Oblati, me cilët Kuvendi i Shqipërisë, kryesisht Komisioni i Çështjeve Ligjore, vijon komunikimin në mënyrë të vazhdueshme në funksion të një zbatimi rigoros të gjithë paketës reformës drejtësi dhe të ngritjes institucioneve të reja që burojnë nga kjo reformë. Të mos harrojmë që ka pasur dhe një vlerësim nga ana e Komisionit Venecias në fillim të kësaj vere lidhur me nevojën e ruajtjes barazisë në një proces të gjithë magjistratëve të cilët kalojnë në procesin e vlerësimit pra ato që quhet vettingut. Dhe në këtë këndvështrim është rekomanduar që ashtu sikurse janë vetuar deri tani rreth 400 e ca prokuror dhe gjyqtar, edhe pjesa e mbetur të shkojë përmes të njëjtit proces vlerësimi. Të lutem. Në vlerësimin tim do duhen edhe jo më shumë se 2 vite. Në vlerësimin tim, po kjo është i vlerësim që do ta bëjnë ekspertët. Pra, propozimi, le themi, ose ajo që kemi diskutuar me kryetarët e komisioneve në fillim të javës është që duke qenë se ndryshimet në kushtetutë janë nga ato ndryshime që kërkojnë të paktën rreth 2 muaj, nga momenti i parë i depozitimit deri në momentin e fundit të miratimit, ne të marrim kohën e nevojshme për t'i draftuar. Draftimi natyrisht nis mbi bazën edhe atyre rekomandimeve që unë përmenda më lart dhe dua t'ju sqaroj që ekspertët ligjor na kanë rekomanduar që këto ndryshime janë vetëm kushtetuese. Pra nuk ka një hapësirë tjetër, për të bërë ndryshime që do të prekin ligjet që burojnë nga i parashikim kushtetues, që mos harrojmë se organet e vetimit janë ngritur
shkëmbim Gërzim Bashës për të votuar ndryshimet kushtetuese që ju kërkoni tani? Edhe një herë? Çfarë jeni të gatshëm në shkëmbim të jepni Gërzim Bashës politikisht që t'ju votojë këto ndryshime kushtetuese? Kjo pastaj nuk ka të bëjë me ato që kjo nuk ka të bëjë me ato që unë po them. Unë besoj që ju lutem, unë besoj që tashmë jo vetëm ne që kemi qenë le të themi mbështetësit kryesor të çuarjes përpara të reformës së drejtësisë. Natyrshëm qytetarët shqiptarë, të cilët janë ata që e mbështetën me votë çuarjen përpara të reformës së drejtësisë, por unë besoj që edhe me rastet e djeshme, të pardjeshme, gjatë këtij viti, ato që do të vinë në ditën vijim, do të tregojnë që ne kemi bërë mirë si Shqipëri që kemi marrë këtë hap të rëndësishëm me reformën në drejtësi, dhe mendoj që edhe Partia Demokratike ditë pas dite do të bindet edhe me ato që do të vinë, se reforma e drejtësisë duhet shkojë përpara. Kështu që unë besoj që vota që Partia Demokratike duhet japi përmes grupit saj parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë në mbështetje të këtyre ndryshimeve kushtetuese duhet buroj nga nevoja e një ndryshimi kursi nga ana e Partisë Demokratike në lidhje me reformën e drejtësisë dhe jo si pjesë e një pazari më jep të jap. Dhe për ta përmbyllur ajo që kryeministri Rama tha në seancën e fundit teksa votonim, përpara se të votonim programin dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave, është e thënë shumë qartë, dora jonë do të vazhdojë të jetë e shtrirë, gatishmëria ime si kryetari i grupit parlamentar për të komunikuar me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që le të ulemi, ne sot kemi rënë dakord në konferencë të kryetarëve me zotin Rushaj, pra me opozitën, që fillojmë punën për disa ndryshime në rregullorën e kuvendit, për të lehtësuar punën e komisioneve. Propozimi im është që 8 komisione janë shumë pak për të kryer një punë shumë efektive të kuvendit në komisione. Mund të shkojmë në 12 komisione të përhershme parlamentare. Jo vetëm që do të ulte numrin e anëtarëve në komisione, por do të bënte më efektiv punën e anëtarëve të komisioneve. Ky është i propozim, unë kam dhe më detajuar propozimin për mënyrën si ndarë, për shembull, po ju marr për shembull Komisionin Vendimtari Prodhuese. Komisioni Vendimtari Prodhuese ka një fushë mbulimi shumë të madhe. Dhe ai mund të ndajë shumë mirë në disa komisione, një komision për energjinë dhe industrinë, një për transportin dhe telekomunikacionin, një për shoqërinë, për Shqipërinë digjitale, që duhet të jetë një prej sfidave ku dhe kuvendi duhet të marrë pjesë e vet, por dhe natyrisht një për bujqësinë dhe për mjedisin. Prandaj, por këto janë diskutime që zhvillojnë, ka marrë dakordsinë edhe të opozitës, kështu që në këtë këndvështrim unë mendoj që kuvendi ka hyrë tashmë në atë, do ta quaja, normalitetin e vet, ndërkohë që opozitës duhet t'i them shumë qartë që edhe mënyra e zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve është një diskutim që do ta vazhdojmë në vijim, dhe në çdo rast, sa herë që opozita të mendojë që është një çështje e veçantë dhe që kërkon një diskutim më të gjerë me prezencën e gjithë anëtarëve të komisionit, por të mos harrojmë që me vendimin e sotëm, Komisioni i Ligjeve është një komision me rreth 26 anëtarë. Dhe 26 anëtarë përhershëm. Nëse fusim dhe deputet tjera apo stafet e tjera që janë prezent, e bën një mbledhje komisioni me prezencë shumë të lartë në një ambient të mbyllur. Në këto kushte besoj që do të gjejmë hapësirat. Zoti Balla, Partia Socialiste në fakt është shprehur në gatshëm për të shtuar në opozitën sa i përket reformës territoriale. Deri në çfarë jeni ju të gatshëm të lëshoni për të arritur dakordsimin demokratik? Më lejoni të them një propozim ose le të themi një këndvështrim timin. Kur kemi bërë reformën territoriale, unë nuk kam qenë dakord me 61, t'ju them të drejtën, isha për më pak njësi administrative. Bashki në Republikën e Shqipërisë. Opozita kërkon më shumë. Por këto diskutime nuk bëhen përmes mikrofonave tuaj. Këto diskutime bëhen në një tryezë. Kemi rënë dakord sot të ulemi për rregullorën e kuvendit. Bujrum, hajde të ulemi edhe për gjitha këto çështjet e tjera. Nëse duam të kemi një ekip negocimi për gjitha, apo mund të kemi disa ekipe negocimi për secilën çështje. Këtë është ajo që tha kryeministri, këtë po rrithem dhe unë.
Pra, asnjë çështje nuk është tabu për të diskutuar. Gjitha janë çështje që meritojnë diskutim. Dhe në këtë këndvështrim unë them që të mos humbim kohë, sepse këto janë çështje që kërkojnë shumë kohë edhe pas marrëveshjes, pra pas dakordësisë duhen kohë të shkruhen dhe kohë parlamentare, procedura parlamentare për të sankcionuar qoftë kushtetut, qoftë në ligjet e tjera. Pra, dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që ajo që ne kemi thënë dhe kemi qenë shumë strikt është ne nuk kemi asnjë kusht për të ulur në tryezë. Pa kusht. Por mendoj që e njëjta gjë duhet vlej edhe për palën tjetër. Kur ulesh ose kur ulesh për një marrëveshje, palët heqin kushtet dhe ulen mbi bazën e parimeve dhe qëllimi i përbashkët mendoj që duhet të jetë çfarë është që mund ta bëjmë që t'i bëjmë më mirë Shqipërisë. Faleminderit. Ishte kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla në këtë komunikim me media, ndryshe nga zoti Bardhi nga Partia Demokratike, i thotë se vendimi ose më saktë propozimi për të mbajtur mbledhjet e komisioneve parlamentare online nuk ka të bëjë as pak me tentativën për të mbyllur gojën opozitës. Reklamar i kthehemi pas pak.